Ajo që pritej ndodhi, vjosa e bukur por dhe egër e ushqyer nga një moti të çmendur dhe dhereshi biblike, sot në mëngjes me uret e saj në urën e Mifolit arriti mbi 9 metra, ndërsa në Memalia i gati 8. Kështu vjosa nisi daljen e paralajmëruar nga shtrati duke sjellë fillimin e evakuimit të 3-4 fshatrave të para afër urës së Mifolit, duke zbrazur në Voselën të parën dhe ndërkohë duke filluar të pushtojë hektarët e parë në Ferras të Fierit. Një paralajmërim serioz për gjithë zonën bregdetare mes Vlorës dhe Fierit, ku në epiqendër të krizës mund kthehej sërish Darzeza, ashtu si në përmbytjen e madhe të vitit 2017, kur e gjithë zona ra në ujërat e vjosës. Edhe në Ferras, megjithëse me rezistencë, kanë nisur evakuime, ndërsa qeveria thotë se jo më larg se të premten, do të ketë gati te planin për fillimin e dëmshpërblimeve. Por nuk ka dëmshpërblim që kthen mbrapa qetësinë dhe normalitetin në këto zona, ku normalitet fatkeqësisht po kthehen përmbytjet e shkatrimet nga shtëpitë të mbjellat dhe deri te jetët e familjeve që jetojnë ato që dikur njihej si hambari i Shqipërisë. Ndërkohë është regjistruar dhe viktima e parë e përmbytjeve, një 54 vjeçar i ndërmarrjes komunale të bashkisë së Durrësit i rrëmbyer nga ujërat, u lëshua vetëm sot prej tyre i pajet. Është kjo fatura më e shtrenjtë që po i paguan Durrësi për mbytjes së radhës që ka shkatruar 10 banesa në zonën e Kënetës, ndërsa në këtë qark kanë filluar evakuimet e para. Në Kurbin, çajet një argjinatur dhe gati 50 vet nga 4 familje janë evakuuar, po për fat, duke se në këtë zonë dëmet janë minimale, krahasuar me 15 vjet më parë, kur toka u bashkua me detin dhe banorët lanë makinat dhe qarkullonin me varka nga Lezhë dhe deri në Shkodër. Situata duket kritike, megjithëse moti pritet zbutet në fundjavë dhe sigurisht debati qëndron a duhet shpallur një emergjencë kombëtare, sako kriza duket e përqendruar mes Fierit dhe Vlorës, Durrësit dhe një pjesë të Kurbinit. Pjesa tjetër e debatit në fakt duhet të jetë më serioze. Shqipëria po vazhdon të paguajë kostot bashkë me interesat e larta të tranzicionit të saj të gjatë urban, të lagjeve dhe qyteteve të tëra, të ndërtuara pa plan dhe në zona të rrezikshme, si tokat bujqësore apo pranë lumejve. Zonat improvizuara urbane, ku shtëpi dhe pallate u ndërtuan pa kanalizime dhe ujëra të bardha e xeza. Plani i emergjencës a duhet të ketë një plan tjetër bashkangjitur më afatgjatës si këto zona problematike të gjejnë një zgjidhje permanente, sako këto përmbytje po kthehen pothuajse si tërmete ciklike që përsëriten çdo vit. Por si gjithmonë politika nuk lë dot një proces të zhvillohet në mënyrë normale. Në Durrës disa dhjetra banor u hodhën në një protestë për cilën u mor vesh shpejt se organizuar nga Partia Demokratike Lokale. Natyrisht protestat e njerëzve do ishin gjëja më normale në këtë situatë, ndërsa opozita duhet dilte të propozonte zgjidhje alternativë, por si gjithmonë ndodhi e kundërta. Protestuesit donin të futeshin në bashkinë e Durrësit, jo për të kërkuar përgjegjësi, po sepse thjesht Partia Demokratike nuk ofron dot tjetër alternativë. Ashtu si 4 vjet më parë, kur sulmoi veten e vet me dhunë në Selim Blu. Do të flasim dhe për këtë sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhësori dhe sot do t'i kushtohemi tërbimit të motit, ose më saktë pasojave të rreshjeve prej disa ditësh, cilat kanë sjellë fryrjen e lumit vetëm ndoshta të mbetur të egër në Europë, por që egër po e provojnë banorët e zonave në jug të vendit në një sens tjetër, në egërsinë e fryrjes së shtratit saj dhe që ka sjellë përmbytjen e disa fshatrave afër Vlorës, duke rrezikuar dhe fshatra të tjera afër Fierit, aty kur çar sfundmi sot pasdite dhe një tjetër argjinatur e vogël dhe kanë filluar dhe atje evakuimet. Do të lidhemi me kolegët e mi që janë në këto zona të krizës, po fillimisht të prezantoj të ftuarit e mi, Plator Nesturi, kolegu im ish prefekti i Qarkut të Vlorës, mirëmbrëma Plator, kënaqësi të kem program. Arben Meçe, specialist për çështjet e ndërtimit dhe të infrastrukturës, mirëmbrëma Beni. Faleminderit që je sërish me ne sonte pas daljes mbrëm nga ora Mifolit. Fation Softa, eksperti i çështjeve të sigurisë, mirëmbrëma Fation. Kënaqësi të kem në program. Por fillimisht lidhem pak me aty ku le të themi lindi ose më saktë u zbulua problemi pikërisht në urën e Mifolit, ku si mbrëm edhe sot është kolegu im Ervin Leka, mirëmbrëma Ervin. Atëherë do të ndjekim fillimisht një kronikë që ti ke përgatitur më herët, që tregon fakt egërsinë me cilën Vjosa sot është përballur
mbi urën e Mifolit, një urë temi simbolike, pasi sigurisht aty është bërë rruga e re, por në mënyrë simbolike ajo urë tregon se sa lart ka shkuar Vjosa sot në këtë zonë, mbi 9 metra. Ndjekim kronikën. Të njëjtën lumi Vjosa i shtoi sërish prurjet masive të ujit. Pranurës e Mifolit, niveli i ujit ka kapërcyer të 9 metrat, ndërsa banorët mbeten me syt nga qielli për ndërprerjen e rreshjeve të shiut. Të paktën 15 banesa ndodhen në pushtetin e ujit në zonën e Novoselës dhe të fshatit Fitore. Rrjedha e madhe e lumit Vjosa ka bërë që emergjencat civile të evakuojnë të gjithë banorët e këtyre banesave, ndërsa rrezikohen disa të tjera. Dalja e lumit Vjosa ka shkaktuar përmbytje të paktën 200 hektarëve tokë bujqësore, ndërsa nga matjet e kryera në terren, lumi Vjosa po vijon të rrisë nivelin e ujit. Lumi Vjosa ka kaluar mbi nivelin e urës së vjetër të Mifolit, duke bërë që të dalë nga shtrati dhe të përmbys 10 banesa. Rrjedha e fortë e lumit Vjosa ka gërryer argjinaturat në Novosel, ndërsa përzgjeron shtratin në drejtim të fshatit Ferras. Rruga që lidh Fierin me Vlorën është mbuluar me ujë, çka ka detyruar që forcat e emergjencave civile por edhe policisë së shtetit të bllokojnë të dy krahët e rrugës kryesore. Situata më e rëndë ndodhet pranë kufirit të fshatit Ferras dhe Fitore. Aty janë të pozicionuar edhe forcat e ushtrisë dhe emergjencave civile. Të paktën 4 grupe të emergjencave civile të pajisur me gomone dhe pajisje speciale po punojnë për të nxjerrë edhe banorët e fundit brenda disa banesave të përmbytura në fshatin Ferras. Në Novosel dhe fshatin Fitore janë vendosur 3 grupe të tjera të emergjencave civile. Një eskavator po punon prej orëve të para të mëngjesit për të përforcuar argjinaturën, bazament ky që po e mban ujin larg banesave. Pranurës së Mifolit ndodhen 12 banesa që në rast se uji do të vijojë të marrë tokë, rrezikojnë të përmbyten. Atëherë, Ervin, nga edhe informacionet të fundit që ti i kishe edhe në kronik, duket se themi uji Vjosës ka shkuar edhe në autostradën e